Përshëndetje, shikues të nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt ditën e sotme për të njohur me ngjarjet më kryesore të orëve të fundit në vendin tonë dhe jo vetëm. Do shkojmë në Shkodër në një ngjarje të orëve të minutave të fundit në fakt ku ka patur një shpërthim me tritol në lagjen Arra e Madhe. Më tepër informacion do të na jap në këtë moment kolegu jon Teodor Gjerga se çfarë ka ndodhur dhe nëse ka patur të plagosur këto momente. Teodor, të përshëndes, çfarë ke arritur të mësosh në lidhje me këtë ngjarje të minutave të fundit? A kemi të plagosur dhe sa e takon identitetit të atij që ka vendosur këtë tritol? Kemi arritur që të zbardhim më tej identitetin e tij, ishte me precedent penal apo jo? Të përshëndes Alba, atëherë pikërisht në lagjen Arra Madhe, pikërisht në zonën pas krave të mi, vetëm pak minuta më parë është vendosur një sasi lëndë plasëse. Nuk është ende e qartësuar nëse është vendosur në objektin, në garazhin apo në automjetin i cili ishte parkuar atje para, ndërsa si pasojë e shpërthimit, duhet të thënë që është dënduar një djalë i ri i cili është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe duhet thënë që është jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur në fakt dhe ka forca të shumta policie të cilët ndodhen aktualisht atje. Është një zonë në periferi të qytetit të Shkodrës, ndërsa forcat të shumta të policie kanë vendosur edhe perimetrin e sigurisë për të bërë të mundur kështu edhe le të themi izolimin e vendit të ngjarjes dhe marrjen e sa më shumë prova për të bërë të mundur kështu edhe identifikimin e autorit të lëndës plasëse. Tashmë ka një komunikim zyrtar nga policia e Shkodrës, një informacion paraprak, ku sipas këtij informacioni thuhet se rreth orës 13:35 minuta në lagjen Docmaze, në momentet që shtetasi EB ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer një sasi lëndë plasëse në automjet. Sipas së është dëmtuar shtetasi EB 38 vjeç, i cili është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe aktualisht është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet për zbardhjen dhe rrethanave të rastit dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Këtë është edhe komunikimi i parë që kemi pasur nga policia e Shkodrës Alba, ndërsa si shihet forcat shumta të policisë ndodhen në zonë dhe po marrin edhe kamerat e sigurisë për të bërë të mundur kështu edhe zbardhje e identitetit personit i cili mund të ketë vendosur lëndën plasëse. Ke parë një reagim nga ana e banorëve, Teodor, ndonë se vetëm pak momente ka që ka ndodhur kjo ngjarje dhe është e vështirë të marrësh dhe prononcimet e tyre, të paktën për natyrën e këtij shpërthimi, nëse ka qenë për këtë person që pra është lënduar apo ka qenë shënjes të atentatit një individ tjetër i atij pallati apo i familjes së tij. Është ende herët, ka vetëm pak minuta që ka ndodhur. Është ende herët, presim policia pak nga ajo që po arrita të shikoj ka shoqëruar disa persona të cilët mund të kenë qenë prezent në momentet e ngjarjes, të cilët mund të kenë parë dhe të cilët dyshohet që mund të kenë ndjeni rreth kësaj ngjarje, ndërsa në orë të vijnë pritet që të mësojmë më shumë lidhur me këtë ngjarje. Gjithashtu, siç e thash, po bëhet e mundur edhe marrja e kamerave të sigurisë në këtë zonë, ku duhet të thënë është një zonë në periferi të qytetit të Shkodrës, një rrugë dytësore, ndërsa le të themi po punohet edhe për një grup hetimor është edhe në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pritet që të merret në pyetje edhe shënjestra e këtij atentati. Janë rrethana paraprake Alba dhe po presim që të kemi më shumë informacion edhe këtu në vend ngjarje. Teodor, të falenderoj, nëse në një moment të dytë do të kesh dhe detaje të reja që vinë nga kjo ngjarje minutave të fundit që ka tronditur sërish qytetin e Shkodrës, mund të kërkosh linjën për të na dhënë të rejat e fundit që updatohen nga autoritetet atje. Të falenderoj.